Mesazhi për të zgjedhurin, koha e bollkut hyjnor po vjen. Përgatitu për ndryshimin e madh, i dashur vëlla ose motër në Krisht. Nëse po e dëgjon këtë mesazh sot, di që nuk është rastësi. Qielli ka vendosur që pikërisht në këtë moment ti të marrësh këtë fjalë. Sepse ti je i zgjedhuri. Ti je ai që Zoti e ka mbajtur në fshehtësi për një kohë të gjatë, dhe tani po të thërret në një kapitull krejtësisht të ri. Le të hyjmë së bashku në këtë mesazh të thellë shpirtëror. 1. Koha hyjnore dhe ndryshimi, Kairos. Vëllezër dhe motra, ka dy lloje kohe në Bibël, Kronos dhe Kairos. Kronos është koha e orës, koha që kalon çdo ditë njësoj. Por Kairos është momenti i caktuar nga Zoti, momenti kur qielli dhe toka bashkohen, kur përgatitja jote takohet me provizionin e Tij. Sot Zoti po të thotë, ky nuk është një moment i zakonshëm. Ky është Kairos i yt. Rrethanat që po sheh rreth teje, takimet e papritura, derat që po hapen, madje edhe vështirësitë e fundit që ke kaluar, të gjitha janë pjesë e një plani hyjnor. Zoti ka rreshtuar gjithçka për një ndryshim të papritur në jetën tënde. Ti ke lutur për bollë. Ke lutur për një ndryshim. Ke lutur që Zoti të hapë dyrë. Dhe tani ai po të përgjigjet, ja, unë po bëj diçka të re. A nuk e sheh ti? Ky ndryshim nuk do të vijë ngadalë siç e ke menduar. Ai do të vijë shpejt, sepse koha hyjnore ka ardhur. Përgatitu në shpirt. Përgatitu në mendje. Sepse kur Zoti lëviz në Kairos, asgjë nuk mbetet e njëjtë. 2. Përgatitja në heshtje, stërvitja në vendet e fshehta. Për shumë vite, ti je ndjer i harruar. Ke qenë në shkretëtir. Ke jetuar me pak. Ke punuar shumë dhe ke marrë pak. Ke qenë besnik kur askush nuk të shite. Ke ruajtur integritetin tënd në errësirë, por dëgjoj mirë këtë, ajo periudhë nuk ishte humbje kohe. Ajo ishte shkollë hyjnore. Zoti të stërviste në fshehtësi, ashtu si stërviti Davidin në fushat e Betlehemit duke ruajtur delet, para se ta bënte mbret. Ti mësove të jesh i kënaqur me pak. Mësove të mos ankohesh kur të tjerët përparonin. Mësove të mbetesh i pastër kur mundësia për kompromis ishte e madhe. Mësove të lutesh në errësirë kur askush nuk të dëgjonte. Kjo është arsyeja pse Zoti po të ngrit tani. Sepse ai që është besnik në të vogël do të vihet mbi shumë. Vendet e fshehta të jetës tënde nuk të dobësuan, ato të forcuan. Ato ndërtuan karakterin tënd. Ato ndërtuan besimin tënd. Ato të bën gati për atë që po vjen, mos e nënvlerëso atë që Zoti ka bërë në ty gjatë heshtjes. Ai po të thotë sot, mirë, shërbëtor i mirë dhe besnik. 3. Pasuria si mision, jo thjesht si rritje personale. Vëllezër, Zoti nuk po të jep pasuri thjesht që të kesh një jetë më të rehatshme. Ai po të jep një mision. Ai po të jep një asignement hyjnor. Pasuria që po vjen është një vegël në duart e Zotit për të kryer diçka më të madhe se ti vetë. Do të jetë një dëshmi e fuqisë së Tij. Do të jetë një mundësi për të bekuar të tjerët. Do të jetë një platformë për të përhapur mbretërinë e Zotit, prandaj mos e shiko bollkun si qëllim në vetvete. Shikoje si mjedh. Zoti të beson më shumë sepse ke treguar se mund të menaxhosh pak me mençuri, me integritet dhe me zemër të pastër. Ai e di që ti nuk do ta përdorësh pasurinë për të fryrë egon në tënde, por për të shërbyer. Kur të vijë ky bollëk, mos harro. Nuk jemi ne pronarët e vërtetë. Ne jemi menaxherët. Zoti të ka zgjedhur si kujdestar të pasurisë së Tij për një sezon të ri. 4. Stabiliteti i shpirtit, themeli para se të zgjerohet jashtë. Para se Zoti të zgjerojë botën tënde të jashtme, ai ka punuar intensivisht në botën tënde të brendshme. Ai ka pastruar zemrën tënde. Ka shëruar plagët e vjetra. Ka forcuar karakterin tënd. Ka vendosur paqe të thellë brenda teje. Pse është kaq e rëndësishme kjo? Sepse nëse shpirti yt nuk është i qëndrueshëm, bollku mund të shkatërrojë.
Shumë njerëz kanë rënë kur kanë arritur sukses, sepse themeli i brendshëm ishte i dobët, por ti je ndryshe. Zoti të ka ankoruar fort te ai. Ai të ka mësuar të mbështetesh tek ai kur nuk ke pasur asgjë. Tani, edhe kur të kesh gjithçka, do të vazhdosh të mbështetesh tek ai, qëndroj i ankoruar. Mos e lër pasurinë të bëj krenar. Mos e lër të bëj të pavarur nga Zoti. Mbaj zemrën tënde të butë, të përullur dhe plot mirënjohje. 5. Mençuria dhe dallimi në mes të ndryshimit të shpejtë. Ky ndryshim që po vjen mund të jetë shumë i shpejtë. Mund të vijë me mundësi, me oferta, me njerëz të rinj, me projekte. Por jo çdo derë që hapet është nga Zoti. Prandaj Zoti po të thërret sot të zhvillosh një discerniment të ri, një aftësi për të dalluar. Mëso të dëgjosh zërin e tij në mes të shurmës. Mëso të ndjesh paqen e shpirtit të shenjtë. Nëse një mundësi të sjell paqe të thellë, ndiqe. Nëse të sjell presion, ankth ose ndjenje se duhet ta bësh menjëherë, i kujdesshëm, lutju për urtësi. Lutju për drejtim të qartë. Zoti do të flasë në zemër. Ai do të tregojë se cili është rruga e tij. 6. Ndryshimet në marrëdhënie, kur niveli yt ngrihet. Kur Zoti të ngrit në një nivel të ri, edhe rrethi yt do të ndryshojë. Disa njerëz që ishin afër teje do të gëzohen sinqerisht për ty, këta janë të vërtetët. Të tjerë mund të largohen. Disa do të kenë zili. Disa nuk do ta kuptojnë pse ti po përparon, mos u hidhëro. Mos u mërzit. Kjo është pjesë e procesit. Zoti po të pastrojë rrethin tënd për të rrethuar me njerëz që janë në të njëjtin nivel shpirtëror dhe vizion si ti mbaj zemrën tënde të përullur. Mos u kreno. Mos u ndje superior. Rri i dashur, i butë dhe i fokusuar në misionin tënd. Lutju për ata që largohen dhe bekoj ata që mbeten. 7. Bujaria dhe trashëgimia, bëhu lum, jo rezervuar. Zoti po të përgatit të jesh një lum, jo një rezervuar. Pasuria nuk duhet të mblidhet vetëm për ty, ajo duhet të rrjedh përmes teje për të bekuar të tjerët, për të ndihmuar ata që janë në nevojë, për të mbështetur veprën e Zotit dhe për të krijuar një trashëgimi që do të flasë edhe kur ti të mos jesh më në këtë tokë. Bëhu bujar. Bëhu dorë hapur. Mos ki frikë se të mbaron. Sepse Zoti që të jep bollëk do të vazhdojë të furnizojë ndërsa ti jep, trashëgimia jote nuk do të jetë vetëm pasuri materiale. Ajo do të jetë ndikim shpirtëror. Do të jetë jetë të ndryshuara. Do të jenë fara që do të mbjellësh dhe që do të japin fryt për breza. Mesazhi përfundimtar. Të dashur i zgjedhur. Qëndro në mirënjohje çdo ditë. Ky kapitull i ri kërkon një pjekuri të re. Kërkon një përullësi të re. Kërkon një besnikëri të re. Zoti që të mbajti besnik kur nuk ke pasur asgjë, do të udhëheqë me mençuri edhe kur të kesh gjithçka. Ai nuk të ka braktisur në mungesë dhe nuk do të braktis në bollëk, prandaj përgatitu. Pastro zemrën. Forco shpirtin. Dëgjo zërin e tij. Dhe kur të vijë momenti, ec me guxim, nëse e pranon këtë mesazh në zemrën tënde, nëse ndjen se ky është momenti yt, shkruaj në komente vetëm një fjalë, amen. Kjo do të jetë shenja jote e gatishmërisë për kapitullin e ri që Zoti po e hap për ty. Zoti të bekof me bollëk hyjnor. Zoti të ruaj në paqe. Dhe Zoti të përdor me fuqi për lavdinë e emrit të tij.